Profesor, besoj shumë i mërzitur për kjo humbje se të pasur. Jo, jam i mërzitur për djem, nuk jam i mërzitur për humbjen. Sot jam më i qetë se neshët e tjera që kena humbë qoftë me Durrësin apo barazimi që kena bërë me Vorën. Sot djem bëna një lojë mirë, lujten gjithçka për gjithçka, dhe në maksimumin gjithë secili. Për këtë duhet i falenderoj dhe t'i them bravo ju qoftë. Njësoj profesor Katolikut vllaznik. Po normal shumë, po ta shihni kartelin e parë të verdh është qesharake, e dyta mandej është rrolla në sport, kjo është e pabesueshme. E prisi ndoshta kaq tensionin Basançi. Unë nuk e pritësha me thonë drejten, por e thosha edhe më përpara, një ndeshje të tillë me gjithë të arbitrat mirë të FIFA që kena, mos t'ishte një tillë, sot do t'ishte Ferrate që është gati me lon, se më është kap qatë kopësh, edhe kjo është ajo që mund shqetëson. Tensionin fush, nuk është normal, ndeshje vend i parë, vend i dytë, është gjynaf që t'i hohet mund i djerë sa t'jemi në forfet. Në fakt profesor, ndryshe nga ndeshjet e kaluara sot, Vllaznia luajti, edhe pse u mund 1-0 pati momentet që edhe u vlerësua. Unë kur kam folë ndeshje që s'kena luajt mirë, kam një bindjen dhe kam dinë arsyën pse. Sot po shifni kemi një mal të rikuperum 70%, 75%, kena një kallak të rikuperum të 75%, kena një Jago që është më mirë, kena një Qato që është më mirë, kena një Bismarck që po afrohet, kështu që gjithë të dëmtime, djemë të konë janë stërvit, është tjera parë këtë javë që janë stërvit me grupin, kështu që unë e kam ditë që kena me më dhej këtu, por duhet stërvitme, duhet ullim kryet fort, edhe të shohim për para, janë edhe 3 ndeshje dhe në 2 fazave të para, të vazhdojmë marrim maksimumin e pikëve që mund. Ju mund një rival direkt si Elbasani, ndërkohë që ka fituar edhe Egnatia, mendoni që mund të ndikojë në vazhdimsinë e pretendimit? Jo, absolutisht jo. Ne do bëjmë kampionatin tonë, nuk kena punë hiç me ta. Kena ndeshjen e rradhës që na vjen Bollshi, një ndeshje e fortë, Bollshi është ekip simpatik. Duhet ta vlerësojmë maksimalisht dhe nga ndeshje më do më rrim aty ku do në tonë me kënë. Tifozëria shkodrane përsëri besnike ndaj Vllaznisë sot ishte shumt në Elbasan Arena. I falenderoj për mbështetjen, janë pjesë, e kam thënë më parë, janë pjesë e rëndësishme e jona, pa çka se s'mujtë me marrë rezultat pozitiv sot, por gjithsesi i them falenderoj.